Temperaturat kanë pasur një rënje të ndjeshme në të gjithë territorin e Shqipërisë, duke risjellë pamje tipike dimërore në zonat malore dhe rilindore. Në lartësi të mbi 1000 metra, rreshtet e Doborës kanë zbardhur fshatrat e Kukësit, veçanërisht në njësinë administrative të Shishtavecit. E njëjta situatë raportohet edhe në zonat e thella të Zapotit, Topojanit, Gryqajit, Arenit dhe Kalisit, ku trashësia e borës varion nga 15 deri në 20 cm. Pamjet nga bjeshkët e Koritnikut tregojnë banorët që nxitojnë të afrojnë bagtit pranë banesave për t'i mbrojtur nga i ftohti. Rreshtet e borës janë regjistruar dhe në Peshkopi, Bulqiz dhe Mirdit, ku shiu është shoqëruar me dëbor në zona mbi 1000 metra lartësi. Një pamje e rrallë shënuar në fshatin Borov të Librashtit, ku dëbora kanë mbuluar tokën, ndërkohë që dallandyshet ende nuk janë larguar drejt viseve më të ngrohta. Autoritetet bëjnë dije se nuk ka probleme në qarkullimin rrugor dhe as në furnizimin me energji elektrike në zonat e thella. Megjithatë, këshillojnë drejtuesit e automjeteve të tregojnë kujdes për shkak të lagështisë dhe rrezikut të akullit në rrugë. Ndërkohë në Bregdet rreshtet kanë qenë në formën e shiut të dendur, të shoqëruar me erëra të forta. Në Lezhë, stuhit shkaktuan probleme të përkohshme në furnizimin me energji elektrike. Situata është më e vështirë në transportin detar, ku autoriteti portual i Durrësit njoftoi anulimin e lundrimeve të linjës Durrës-Bari dhe Anasjelltas për shkak të kushteve të rënda në Adriatik. Ky ndryshim i motit shënon hyrjen e stinës së ftohtë më herët se zakonisht, duke i rikujtuar banorëve të zonave malore sfidat e dimrit, por edhe ndikimin e menjëhershëm të kushteve atmosferike në jetën e përditshme edhe ekonominë e vendit.